Sinqerisht, të gjithë dhe ju falderoj që keni gjetë kohë për me ardhe dhe me zbukuru këtë xhami. Se 100 herë kum përmend dhe do ta përmendi. Xhami nuk është lusteri, as tubat, as mihrabja, as hutbja, as kurcia. Xhami ne jemi o vëllezër. Ne kur të bohemi, kjo a xhami, po na mos më konë, kjo bohet magazin. Sikur shka në bo shumë xhamia magazina për dunjo, se s'ka xhamat. Ama kur xhamat ka, magazinat bohen në xhamia. Pra të asyje pra inshallah Allahu dhul xhelali është problem. Qashtu që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që njeriu kur të merr abdes te shtëpia e vete, edhe niset me shku në xhami, secilin hap çka e ban. Ja shkruan kanë sevap të madh pin tok tek të ertin qiell. Edhe secilin hap tjetër çka e ban, Allahu ta fshin ka një gjunah të madh. Edhe je në mbikëqyrjen e Allahu dhul xhelal tek të erti sa mos kthehesh te shtëpia jote. Pse? Se të shku në xhamin e Allahut dhul xhelal. Inshallah Allahu dhul xhelal të sevapën na shkruan. Po çaj i cili bëhet sebeb për mundres një xhami. Ha? Na jeni bëhet sebeb, krejt këtu, këto ftyrat ndryshme për këtë xhami edhe për shumë xhamia tjera të cilat po ndreshen e shka dikush nuk ka qef me i pranu që janë dveta. Allah i na rujt. Allah i na rujt për atinëve të cilët nuk i dalin zot shtëpisë e Allahu dhul xhelal. E Allahu dhul xhelal i ndihmoft që ata të cilët i dalin zot edhe i ndreshin shtëpitë e Allahu dhul xhelal. Po shtëpia e Allahu dhul xhelal ka ndonjëherë ka nevojë për një llaft mirë tonin. E jo sikur disa shkon shkavi e vet e kujton që hala është ai vakti komunizmit, e ka marrë dikush me çit pi punës. Po na kanë çit pi punës kretëve. Po apet kemi me gjallë. Po na kanë rre, po apet kemi me gjallë. Po na kanë gjujt me buma, apet kemi me gjallë. Ama tutën s'na i kanë hek hala. E dikush tutët kur vjen dikush edhe e vet, çka mendon për filan xhamin. Po nuk ka xhami e ndresht na divo apo e ndresht egër. Ke xhamit janë ndreshta me izën e Allahu dhul xhelal, edhe në emrin tina. E dikush ai vnon peçata, nuk i vnon peçat, nuk ka më rëndësi. Peçata është musliman të vivnu. Peçata është musliman me shku me i vizitu. Peçata është kush me u thirr ezanin në to. E si cila xhami në të cilën thirrët fjala Allahu Akbar, edhe përzihen shejtanat. Nuk ka më rëndësi çka ka më thon pera, as çka ka më thon kërsa. Ai ka vnu peçat apo nuk i ka vnu peçat. Se nëse na ju dalmi zot o vëllezër këtyre xhamive, nuk ka kush i prek. Ama nëse na tut mi hala, edhe s'na i ka hek tutën kërkush, atëherë kanë më na shem, sikur shka i kanë shem shumë xhamia që të Shkup. Dikush po vjen e po thot, po boll mo xhamia. Hala nuk janë boll, o vëllezër, se çiki Shkupi ka pas 150 xhami. Vetë qyteti ka pas 150. Po dilni numroni, a janë bo 50 hala apo nuk janë bo? Hala 1/3 nuk e kina bo, çka na i kanë lënën gjyshat ton, çka na i kanë lënën turqit ton, të cilëve jafshojnë anonën, edhe të cilët çka s'folmi për to. Do thot ato na i kanë lënë që to vakafe të mëdha shumë, na hala 1/3 nuk e kina bo, e dikush qohet e thot, po shumë janë bo. Nuk janë bo shumë, jo vallahi. Se çati ku ka xhamia, respektohet baba, çati ku ka xhamia, respektohet burri, çati ku ka xhamia ka namuz, çati ku ka xhamia ka bereqet. Ama çati ku hekën xhamia, s'ka më bab, çojnë ndo pleqve. Çati ku s'ka xhami, nuk ka më burr, kanë me çkel te shtëpia. Çati ku nuk ka xhami, nuk ka bereqet. E për ata syje që pak i kemi xhamit, edhe pak i vizitojna, na u ka hup rahmetin na për shtëpitë tona. Ama çatëherë kur xhamit ekzistojnë edhe e bojnë rolin e vet, na shtohet bereqeti. Për ata syje pra, elus Allahu dhul xhelal që të gjithë ata të cilët kontribojnë për shtëpitë Allahu dhul xhelal, Allahu më ju ndreq atëndve ka një pallat në xhenet, se e kanë merituar pin dunjë. E inshallah Allahu dhul xhelal i shpërblen në xhenet. Për ata syje kur mos tuni për shtëpitë Allahu dhul xhelal që u bë shumë. Jo vallahi, nuk bëhet shumë. Muslimanët e mëparshëm në për shtëpitë e veta e kanë lënë një sop për ibadet. Në për shtëpitë e veta e kanë lënë një sop për ibadet. E sa shtëpitë muslimanëve i kum vizituar për dunjë, të cilët kanë mihraba të shtëpia e vete. Po pse e ki këta? Këta e kam special për mu fal ibadet. Lumjaj musliman i cili kur e ndre shtëpinë e ban plan se ku ka me bë ibadet. Lumjaj musliman kur e ndre shtëpinë shir me kthi ka kiblja. Lumjaj musliman i cili kur e ndre shtëpinë mendon se ku ka me përmend Allahun dhul xhelal. Çaja shtëpi e gjallë,
e cila nuk vdek kur. Po këshirni kullat tona të cilat i ka dreq baballarët e tonë. Ka janë të kthime. A janë të kthime ka Beogradi, a janë të kthime ka Mekja. Që kjo mjafton argument. Nuk është kjo, çka mjell episodit ose për thot Mollaferidi. Po kjo është kanë i kanë lënë në gjyshat tonë, që edhe temelat kur i kanë vënue, let këshirin ka kibla si kur të vere musafirin në shtëpi, let hungjet në krejt vetit ndërsa ftirin let aket ka qabja. O vlezën, nuk ka let me dresh një shtëpi, edhe kur ta shtish në shtëpi një njerë me ullë kudo, psa i ka ku më hungj të shtëpia vete, po ka ardhë me lon një bereqet të shtëpia jote, ka ardhë me bo një muhabet të shtëpia jote, ka ardhë me bo një dua të shtëpia jote. Allahu dhul Gjelal i shpërbleft ata të cilët mendojnë për shtëpitë Allahu dhul Gjelal. E ata të cilët mendojnë për shtëpitë e veta me ngrit në emën të Allahu dhul Gjelal. Mos harroni se shtëpitë e Allahu dhul Gjelal ngriten duke i thënë salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I thojla salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me salavatet mas gjedhura të cilat janë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد